Japonia planifikon të vendosë raketa me rrise të gjatë veprimi në ishullin e saj jugor të Kyushu mes shqetësimeve rreth qëndrimit të administratës Trump ndaj pakteve të saj të sigurisë dhe tensioneve të vazhdueshme rajonale. Raketat me një rrise veprimi prej rreth 1000 kilometër do të jenë të afta të godasin objektivat në Korenë e Veriut dhe rajonet bregdetare të Kinës dhe do të vendosen vitin e ardhshëm në 2 baza. Ato do të forconin mbrojtjen e ishullit Okinawa, me rëndësi strategjike dhe janë pjesë e zhvillimit të aftësive kundër sulmuese të Japonisë në rast se sulmohet sipas burimeve qeveritare. Vendosja e raketave me rrese të gjatë veprimin e ishujt Okinawa, që shtrihen deri në 110 kilometra larg Tajvanit, nuk ka gjasa të ndodhë për të shmangur provokimin e Kinës. Ishuj tashmë ka një numër baterish me raketa me rrese më të shkurtër veprimi. Nëse kërcënimi nga Kina dhe Korea e Veriut të shëditur, është natyrshme që Japonia ta kundërshtojë këtë me sisteme armësh më efektive. Thonë ekspertët sipas të cilëve, vendi duhet të marrë me shpejtësi masa të tilla, si vendosja e raketave me rrese më të gjatë për të zhvilluar një siguri më të fortë. Më 6 mars, presidenti SBA Donald Trump u ankua se traktati i sigurisë Japoni-SBA ishte jo reciprok. Aftësia e Japonisë për të ndërmarrë veprime ushtarake kufizohet ndërkohë nga neni 9, pacifist i kushtetutës së saj, e cili në fakt ju imponua asaj nga Washingtoni pas luftës së dytë botërore.